Mirëdita gjithëve, mi se keni ardhur në këtë ditë të bekuar në një frashë këtu në Frashë, pavarësisht kushteve natyrore edhe rrugës, e cila ka kaq vjetë, nuk vjetë do, përveç se ka vendosur baba i ndjerë, baba e Kuranit, në gjithë me kemi bashkë i bëhet një letër qeverisë për ta rregulluar dhe këtë rrugë që njerëzit vinë të letë të ndjejnë atë dashurinë, paqen e këtë vend të bekuar, të zë Frashë dhe të qesë Frashë. Të nderuar vëllezërit ta kosovar, nderuar kryetari i komunës së Avecit, në fëmijë të dashur që na sollet emocione të bukura e këtë vend të bekuar, siç dihet, Nai Frashi është nga poetët tanë më të mëdhenj të rilindjes kombëtare, i cili ka kënduar Perëndis, i ka kënduar njeriut, i ka kënduar dhe atëherë. Edhe në epopejën e tij Kerbela, ka thënë, kur deshi Zoti në vend të mrekulluar, krijoi njeri. Ai ka dash njeri, ka dash dhe Perëndin. Pra njeriu është një moment për kryer kësaj bote. Edhe në Kur'an në librat e shenjtë thonë njeriu është qendra e vëmendjes, universi i kësaj bote. Prandaj ne duhet të bëjmë bashkë, janë në vlerë vetes tonë, duke njohur veten dhe Perëndin. Gjithashtu, ai ka thënë që Perëndin mos i bën në përdurje, ose po shikoni një njeri. Pra, të gjitha ja kushtuar kësaj mrekullie që ka bërë Zoti për ne. Edhe ne do të kemi të paqen, të dashur me njëri tjetrin, të kemi vëllazëri, se asgjë s'kemi për të marrë me vetë. Dhe në këtë ditë i uroj dhe bekoj gjithë, qofshi dritë dhe Zoti na bekoj gjithë. Amin. Dhe tani të vazhdojmë me konferencën. Të nderuar të ftuar, i nderuar Padamundi, i nderuar president i Akademisë Shqiptare të Arteve dhe Shkencave Kosova Ruka, të nderuar miq, Akademia Shqiptare e Arteve dhe Shkencave vjen sot të Frashër, mrekulluar në këtë balkon natyror që kundëron hijeshitë të gjithë zonës, emocionuar nga gjurmët e pashkryeshme që ai bart, të patriotëve më me zë të lëvizjes së kombëtare, të vëllezërve Frashëri, si histori e përjetshme. Frashëri i jep mesazhe kombëtare që kumbojnë në ndërgjetjen e shqiptarëve, për cilën nga historia dhe historianë shkencëtar të mirëfill, që duhet të mbeten të gjalla ndër ne, të dukshme, të kuptueshme e pasqyruese nga vizitorë, turistë, të pasionuar të kulturës apo të interesuar të tjerë. Sipas një interesimi intelektual të profesor Rukës dhe mbi ide të hartuara e formuluara nga profesor Bundo e Diana Çuli, Akademia në partneritet me Bashkimin Përmet, Ministrinë e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Shoqatën Kulturore Adletare Vëllezërit Frashëri, zhvillon sot forumin Idet dhe Mesazhet Kombëtare të Frashërit. Fillon referimet në këtë forum profesori Emruka, presidenti i Akademisë Shqiptare të Arteve dhe të Shkencave, me temën Idet e Vëllezërve Frashëri për identitetin kombëtar. Profesori i nderuar urdhoni. Faleminderit profesor Spiro, të nderuar pjesëmarrës, është me të vërtetë një ditë krejtësisht e veçantë. Besoj të gjithë na bën krenar që ndodhemi këtu në Frashër, në Frashërin historik, në Frashërin që nuk është një vend banim, por është një frym, është djepi që rritin patriotët e ndëj, rilindasit tonë të jashtëzakonshëm vëllezërit Frashëri. Jashtë filloi shi. E rëndësishme është që në zemrat tona ka vetëm diell. Dhe por edhe në Frashër, padyshim që ka vetëm diell dhe kur shi ngrica dhe asgjë tjetër. Frashëri është krejt i veçantë. Është meka e patriotizmit të shqiptarëve.
Unë nuk besoj se ka thënë ndonjëri një figurë artistike më të bukur se sa patrioti i madh Mjar Gramenuar, i cili shprehi se Frashëri është si Jeruzalemi për të krishterët dhe Meka për muslimanët. Shumë historian, shumë gjuhëtar kanë folur, kanë zhvilluar aktivitete, kanë kryer studime, por në ndjenjen time, asnjë aktivitet i këtyre përmasave, një kuvend ulur këm kryq këtu në Frashër, nga akademikët shqiptar, nuk është bërë më parë. Me sa di, vetëm akademiku Alex Buda, në vitin 1974, ka qenë kur ka përuruar shtëpinë e Frashërive dhe këtë muze ku na ka mbledhur sot të gjithë së bashku. E në këtë konferencë, ne kemi ardhur një grup antarësh të Akademisë Shqiptare të Arteve dhe Shkencave, intelektual të nderuar nga Shqipëria dhe Kosova, si një akt të nderimi ndaj vëllezërve të Frashëri, por dhe si një apel i qartë për shoqërinë shqiptare për ta shndruar Frashërin në një qendër kombëtare pelegrinazhi. Në këtë botë ku modernizmi përgjumb historinë dhe glabron për ditë vlerat tona më të shmuara, është detyrë çdo qytetari, intelektuali, profesionisti, studiusi dhe institucioni të mbajë gjallë kujtesën historike për të forcuar identitetin kombëtar. Perandoria osmane bëri gjithçka për të ndryshuar identitetin e këtij cepi të largët apo periferik të perandorisë, duke i mohuar gjuhën, historinë, besimin e të parëve dhe gjithë strukturën e tij administrative. Në përpjekje për ta shpërbërë si komb, porta e lartë krijoi vilajetet, njësi të ndara, të izoluara nga njëra tjetra, që nuk kishin për synim bashkimin, por përçarjen, shtypjen e revoltave, mbledhjen e taksave dhe rekrutimin e nizamëve për t'i çuar në shkretëtirat e larta ku linin jetët e tyre. Abdyli, Naimi dhe Sami Frashëri, bij të këtij trulli, u bën tharmi i rilindjes kombëtare shqiptare në fund të shekullit XIX. Secili prej tyre dha një kontribut të veçantë në fusha të ndryshme të jetës kombëtare. Abdyli në politikë, Naimi në kulturë, letërsi dhe arsim, ndërsa Samiu në filozofi dhe mendimin kombëtar. Të tre vëllezërit vendosën shpirtin dhe përkushtimin e tyre në themelet e një kombi që përpiqej të ringrihej pas shekujsh të gjatë sundimi. Kjo ringjallje ndodhte në një kontekst të vështirë historik, me ndarje të thella fetare, një strukturë ekonomike rënuar dhe përballë rrezikut të soptimit territorial nga vendet fqinje. Kontributi i tyre ishte thelbësor për krijimin e një identiteti të mirëfillt, si dhe për të shtruar trasën e rrugës që do të çonte drejt mëvetësisë së Shqipërisë në nëntorin e vitit 1912. Abdyli, me lartëparësinë e tij politike, u bë frymëzuesi, themeluesi dhe realizuesi i lidhjes shqiptare të Prizrenit në vitin 1878. Ai më shumë se kushdo tjetër e kuptoi nevojën e bashkimit shqiptarëve, si dikur Skënderbeu me lidhjen e Lezhës. Si një mendje ndritur edhe në fushën e diplomacisë, ai u bë promotor i hapave të parë për organizimin e shtetit pavarur shqiptar. Naim Frashëri, një prej figurave më të dashura të rilindjes kombëtare, u bë pishtari i arsimit dhe kulturës. Veprat e tij si Bakti e Bujësi, historia e Skënderbeut, gjuha jon, mëkuan dashurinë për atëun dhe gjuhën anëtare. Vargjet e krijimeve të tij poetike, shkruar në një gjuhë të thjeshtë, por një gjuhë perëndie, u bën frymëzuese duke transmetuar mesazhin e madh se gjuha përbën elementin thelbësor të identitetit kombëtar, duke të i kaluar çdo ndasi të ushqyer nga besimet fetare. Sami Frashëri, një mendje e fuqishme dhe universale, u shfaq si një ideolog i madh i çështjes kombëtare. Veprat e tij madhore, Shqipëria çka qenë çështje çdo të bëhet, e imagjinoi Shqipërinë si një shtet pavarur me të drejtën për të vetë vendosur.
E çfarë mund të bëni më tepër tre vëllezër, tre misionarë të mëdhenj të rilindjes për ta quajtur Frashërin, djetin ku ata u rritën si një mek të shenjtë të shqiptarisë. Frashëri i frashëllinjve, prizreni i lidhjes shqiptare, manastiri i shkronjave të shqipe dhe vlora e flamurit kombëtar janë faqe të ndritura në historinë e madhe, në historinë e rilindjes sonë kombëtare. Akademia jonë, në nderim të veprës së vëllezërve të Frashëri, vendosi të organizojë të konferencë shkencore për idetë dhe mesazhet kombëtare të frashëllinjve. Pikërisht këtu, kur lindën dhe kaluan fëminin e tyre Abdyli, Naimi dhe Samio, themelusit moral e shpirtëror të kombit shqiptar. Ju falenderoj shumë që më dëgjuat ka gjatë. Ne nuk do ta lëmë me kaq me këtë aktivitet këtu, e kemi menduar qysh në fillimet e saj, që ne ta vazhdojmë punën tonë për t'i dhënë jetë Frashërit të frashëllinjve. Ne mund të bëjmë një dokument publik për të rregulluar në radhë parë rrugën për të nëpruar në një zonë të jashtëzakonshme që ka vlera të mrekullueshme. Cili prej nesh nuk u befasua duke parë të bukurinë natyrore, pyllin e Otovës, pyjet mrekullueshme. Do mundohemi që të përcjellim përmes intervistave në televizionet shqiptare. Dhe ju lutem kameramanëve, nëse nuk kanë ikur, ta filmojnë pak rrugën kur të shkojnë dhe ta japin kronikat e tyre. Çdo mjet është i nevojshëm për të sensibilizuar. E zgjata shumë ju falenderoj, jemi në kushte jo normale, disa janë në këmbë, e tani po ja u lë fjalën kolegëve të nderuar, duke ju lutur, dhe për shkak të kushteve, mundësisht kumtesat tona, t'i shkurtojmë pak, përsa në formën e shkruar ne do t'i botojmë, sigurisht do bëjmë një botim të veçantë për të konferencë, dhe një kopje padyshim do ta depozitojmë edhe këtu në shtëpinë e frashëllinjve. Shumë faleminderit dhe suksese për diçka. Atëre, tema pasuese e kumtesës është profili politik dhe diplomatik i Abdyl Frashërit, për të cilën kumton profesor Pullum Xhufi, antar i Akademisë Shqiptare të Arteve dhe Shkencave, historian edhe politikan e diplomat. Faleminderit, profesor. Mirëditë të gjithëve, nderuar kryegjyshi botëror, nderuar profesor, dashur miqë shok. Do e filloj dhe unë shumë shkurt me këto rrethanat e jashtëzakonshme të ditës sotshme. E them dhe me të qeshur, sepse jam i bindur që kjo ditë do mbahet më shumë se rastet e tjera kur kemi qenë gjithmonë Frashër me diell. Kjo do jetë, si thuaç, kujtimi më i bukur dhe më i fiksuar që do ruaj. Nuk kam përgatitur sigurisht diçka që nuk kam ndërmend ta lexoj, si shtave profesor Ruka. Nuk është rasti, do botohen këto kumtesat tona, po do e thoja, duke u përqendruar te figura e njërit prej tre antarëve të rinisë së shenjtë, i quajmë neve përgjithësi, Abdyl Frashëri, i cili ishte politikani, diplomati i kësaj treshe fantastike që hodhi bazat e lëvizjes kombëtare dhe të krijimit të shtetit shqiptar. Abdyl Frashëri ka një veprimtari jashtëzakonisht të gjerë, ka qenë një nga personalitetet kryesore në lidhjen e Prizrenit, ka qenë krijuesi i Komitetit Shqiptar të Janinës, që u shkri me lidhjen e Prizrenit duke krijuar krahun jugor të lidhjes Prizrenit, dhe aktiviteti kryesor i tij, sidomos mbas paqes së Shën Stefanit në fillim të vitit 1878, ishte pikërisht mbrojtja e trojeve jugore shqiptare, të cilat me këtë rast dhe në kongresin që pasoi
paqen e Shën Stefanit, midis Rusisë dhe Perandorisë Osmane, në Kongresin e Berlinit doli për herë të parë me forcë në një forum ndërkombëtar, coptimi i trojeve shqiptare në përgjithësi, por edhe i trojeve jugore. Ky ka qenë aktiviteti kryesor i Sami Frashërit për vite të tëra, me kontakte jo vetëm me përfaqësuesit e grupimeve ndryshme të shqiptarëve, kudo në veri e në jug të Shqipërisë, por edhe me politikanë e me diplomatë të shquar. Ka bërë dhe një udhëtim Sami Frashëri bashkë me Mehmet Vrionin në vitin 1879 në të gjitha kancelerit kryesore evropiane, duke bërë në këto takime të zëro. Abdyri, të gjithë më kuptojnë edhe nuk falenderit për kujtesën gjithsesi. Ka bërë një udhëtim ku ka shkuar në Rom, ka shkuar në Londër, ka shkuar në Paris, ka shkuar në Berlin, ka takuar drejtuesit kryesor të këtyre kancelerive dhe ka bërë jo vetëm politikanin, jo vetëm diplomatin, po ka bërë dhe historianin duke treguar se ç'është Shqipëria, se edhe nuk e njihni. Unë dua të kujtoj në mënyrë të veçantë që ka pasur dy diplomatë të lartë në Stamboll në atë kohë, që ka qenë përfaqësuesi i Britanisë, ambasadori Igor Shem, dhe ambasadori përfaqësuesi i Francës, që ka qenë ambasadori Fournier. Përfaqësonin dy vende që ishin në rendin e parë, në vijën e parë, që luftonin për klientët e tyre ballkanik për t'i dhënë toka në dëm të Shqipërisë, këto dy vende. Këta dy ambasadorë, me cilët Abdyl Frashëri ka pasur kontakte të vazhdueshme, u ndan nga politika zyrtare e shtetit të tyre dhe mbrojtën interesat e Shqipërisë aq sa Athina zyrtare në atë kohë kërkoi drejt për së drejti në qendrat në Londër dhe në Paris që këta dy ambasadorë të hiqeshin. Këtë do ta lexoj se çfarë thot Fournier, çfarë thot mbi problemin shqiptar në atë kohë. Për shembull, në 30 dhjetor 1800 dhe vazhdon më tutje në një raport tjetër të 25 shkurtit 1879, mbas një viti gati. Unë e përkrah pikpamjen mbi nevojën e një Shqipërie të madhe e vitale. Shqipërie madhe ka thënë ky i pari, Fournier, la Grande Albanie, ka që nuk e kemi thënë ne shqiptarët, e ka thënë ky pikërisht përfaqësuesi i një fuqie që ishte për coptimin e Shqipërisë. Pra, për një Shqipëri të madhe vitale, e për këtë jam në gjendje t'ju jap dhe shpjegime, thot ministri të tij, Wellingtonit. Shqiptarët ushqejnë një ndjenjë të fortë të lirisë e të integritetit territorial, e në këtë vështrim, Janina duhet konsideruar kryeqyteti shqiptarëve. Ajo është bulevardi historik i luftrave të tyre kombëtare kundër autoritetit shtypës të sultanëve. Aty, udhëheqësi i tyre, sovran, në fakt i këtij populli vogël, e ka fjalën për Ali Pash Tepelenën, këtij popullit vogël, sy pa trembur, mbante një obor të ndritur, mbante një ushtri evropiane, ngrite universitete, ka fjalën për Zosimen, dhe i bëri ballë rufeve të sultanëve. Shqiptarët llogarisin që në Janin të bëjnë një ditë takimin e përgjithshëm që u dikton dashuria për pavarësi. Tu marrë shqiptarëve Janinën për t'ia dhënë Greqisë, është tu bësh një fyrje për vdekje, t'i bësh armiq të papajtueshëm e të përhershëm të grekëve. Këto janë fjalët e Fourniers, po unë që nuk lexova se çfarë bisedonte Abdyl Frashëri me Fournien edhe me atë Goshenin anglezin, tash janë pikërisht to fjalë të cilat ky i përvetsoi dhe ja paraqiste kancelerisë së Francës, e cila kishte në atë kohë një kryeministër, kishte një ministër të jashtëm Wellingtonin, kishte një Gambetta që ishte kryetari i parlamentit, që ishin filo helen të zjarrt.
erdhi momenti që edhe Furnia dhe Gosheni u hoqën përkatësisht nga Parisi dhe nga Londra. Faleminderit. Ligojmë profesor Pascal Milo, antar i Akademisë Shqiptare të Arteve të Shkencave, historian i njohur, shtetar dhe diplomat, kumton shteli modern shqiptar në veprën e Sami Frashërit. Profesor. Përshëndetje të gjithë miqve të ftuar, kolegëve, në mënyrë të veçantë Babamondit që na ka nderuar në fleçpanin e tij sot, por edhe të miqve dhe kolegëve nga Kosova. Në një konferencë të tillë që për e thana cilët po e bëjmë edhe unë do të them disa fjalë nga pak nga ato që kisha menduar se mund të thosha në një rast të zakonshëm. Por duhet ta nis atje ku edhe kolegu Ruka e filloi që duke cituar një shkrimtar, një estet shkrimtar, besoj se shumë prej nesh këtu e njohin ose e kanë lexuar, Oscar Wilde, i cili 2 vite para se Sami Frashëri të botonte veprën e tij shumë të njohur, Shqipëria çka gjën ç'është dhe ç'do të bëhet, pikërisht në vitin 1897 do të shkruante në De Profundisin e tij. Aty ku ka dhimbje është tokë e shenjtë. Rënojat ende ndriçojnë me dritën e diçkaje fisnike. Dhe unë e gjykova që t'ja u përcjell këto fjalë të Wildit, pikërisht duke parë gjendjen sot të Frashërit. Por duhet flas pak për njërin nga 3 vëllezërit, edhe kemi rënë dakord që unë të them disa fjalë për Sami Frashërin. Gjithsecili ka personalitetin e vet, ka dhënë kontributet e tija dhe çuditërisht të 3 vëllezërit sikur i kanë pas ndarë me marrëveshje kontributet që do t'jepnin brenda gjithë kuadrit kombëtar në cilin ata vepronin. Nëse Abdyli ishte politikan, diplomat, nëse Naimi ishte poet edhe kontributor i madh i kulturës kombëtare dhe i gjuhës shqipe, Samiu kishte një dimension tjetër. Samiu më shumë ishte përfaqësues tipik i dietarit, i njeriu thellësisht të përkushtuar në fushën e enciklopedisë, por çuditërisht ai dha një kontribut të madh pa qenë asnjëherë shtetar i nivelit të lartë, dha një kontribut të madh me vizionin e tij se si e gjykonte ai se duhej të ndërtohej Shqipëria. Dhe me kaq elokuencë e ka shkruar dhe e ka thënë, sa që neve edhe sot e kësaj dite madje edhe mbrëm në darkë midis kolegëve, po komentonim se si ai ka përcaktuar shtyllat kryesore të ndërtimit të shtetit të ardhshëm. Dhe po t'i marrim me radhë çështjet që ai ka ngritur atje, dhe po të shikojmë sot këtë shtet shqiptar që kemi, do të themi sikur të gjithë shtetarët shqiptar pas vitit 1912, të gjithë pas kanë lexuar dhe pas kanë kontribuar që shteti shqiptar të ndërtohet mbi ato themele që ka përcaktuar, ka vizionuar Sami Frashëri. Le të marrim për shembull se çfarë thoshte për zhvillimin e ekonomisë. Në veprën e tij i gjen të gjitha
ka duhej të bëj shteti e ardhshëm shqiptar. I gjen në zhvillimin e industrisë, të minierave, edhe të bujqësisë. Pa le pastaj po të futemi në fushat tona të dijeve, ku flet për krijimin e universiteteve, për shkollat, për të drejtën e fëmijëve, për arsimin e detyrueshëm, për nivelin arsimor dhe flet edhe për ne shkencëtarët e sotshëm se si duhej të ndërtohej akademia, madje mbrëm po diskutonim me kolegët nga Kosova dhe mënyrën se si e kishte shprehur me një emërtim të veçantë. Pra, Sami Frashëri nuk ishte vetëm një mendje enciklopedike e njohur, jo vetëm në Shqipëri, por e në kufijtë jashtë Shqipërisë, madje nëse turqit e kanë mbajtur me xhelozi dhe e kanë pronësuar atë si një nga krijimtarët më të mëdhenj të letrave të tyre, në radhë parte e kanë bërë për shkak të kontributeve të mëdha që ka dhënë për enciklopedin turke. Por, a i gjeti dhe u bë, do të thosha, shtetari i parë, kontributori i parë, vizionar në ndërtimin e një shteti shqiptar që koha tregoi që ai që në atë kohë ato që tha sot i gjejmë të përgjithsisht të realizuara. E vetmja gjë që nuk është realizuar është që ai kryeqytetin e donte diku nga Shqipëria e mesme, jo në Tiranë, jo, nuk e përcakton, nuk e thot emrin Skënderbegas, thot. Kështu thot, do t'i quhet kryeqyteti, thot Skënderbegas. Por, kishte parasysh Shqipërinë e mesme. Pra, këtë nuk ja plotëson dot se Kongresi i Lushnjës në vitin 1920, për arsye të kohës e të zhvillimit të asaj kohe, vendosi që të ishte Tirana. Dhe ne tashmë nga kjo ndërtesë që rezaton atë dhe dashuri, por duhet të rezatoj edhe respekt për veprën e vëllezërve Frashëri, jo vetëm brenda këtyre kufinjve të kësaj shtëpie apo të këtij fshati apo të kësaj krajine, po kudo ne sot e kemi për borxh moral që të përulemi me respekt këtyre njerëzve këtu dhe që të tëjti gjithë së bashku të ngrejmë zërin që kjo lëndin e bukur këtu në këtë ndërtesë të gjallëroj jo në rastet të veçanta siç është sot ditëlindja e Naim Frashërit, po të bëhet një shkollë e vërtet edukimi atletar, sepse e meriton Shqipëria për ngjarjet që ka, e meritojnë vëllezërit Frashërit për kontributet që kanë dhënë. Ju faleminderit shumë për Ftoj zotin Kastriot Bezati, studius, historian, mjeshtër i madh për kumtesën e këtij me këtë titull, Kuvëndet Kombëtare të Frashërit. Të nderuar të pranishëm. Nderi sotshëm është i shumë fishtë, sepse dhe dita është një ditë nga më madhoret në historinë e kombit, në historinë e Shqipërisë. Tetja Bektashiane e Frashit ka qenë dhe është ashtu siç e ka cilësuar Mial Gramenua, një shkollë e madhe kombëtare e Shqipërisë. Dhe tillë ka qenë dhe është Tetja Bektashiane e Frashërit. Statuti dhe kushtetuta apo Kurani e Bibla për Bektashin shqiptar janë veprat fletore bektashinjve
dhe Kerbelaja e të madhit Naim Frashëri. Frashëri ngrihet 1030 metro mbi nivelin e detit dhe ka një hapësirë gjeografike prej 15.5 km². Në vitet 1431-1432, në këto i kemi dokumentat të para që hedhin dritë mbi vendbanimet dhe treve Shqipërisë, Frashëri ka qenë një vendbanim i vogël, ishte vetëm 12 shtëpi, ndërsa në 10 vjeçarët e parë të shekullit të 19, po cilësoj këto, për arsye se këto të lidhen dhe me kuvendet e Frashërit. Frashëri, si thot profesor Kristof Frashëri, ka pasur më shumë se 300 shtëpi, ndërsa shtetari Medi Frashëri ka thënë që ka pasur më pak se 350 shtëpi. Po mbi të gjitha e vërteta është ajo që thot i madhi Sami Frashëri. Frashëri përbehesh prej 22 lajeve dhe në qendër të Frashërit ishte tregu me 20 dyqane. Dhe në fund i madhi Sami Frashëri, Frashërin e cilëson një qytet të vogël malor të Shqipërisë. Kjo është e vërteta. Por vlerat të veçanta, si që dim të gjithë, ka baba Alushi. Ka qenë me gjithmonë një baba i veçantë. Ka qenë dhe miku i babait të vëllezërve Frashëri dhe unë do ta cilësoj dhe kam cilësuar dhe të tjerë si mësuesi par i vëllezërve Frashëri, i Abdylit, Naimit dhe Samiut, sepse mësimet e para këta i kanë marrë në teqen bektashiane të Frashërit. Baba Alushi ka qenë një figurë e tillë i cili kur u ndan nga jeta prindrit e Abdyl Frashit e këshilloi Abdyl Frashin që të mirte vëllezërit, gjithsej kishte 5 vëllezër dhe 2 motra, sepse familja vëllezërve Frashi përbesh prej 10 vetash, 2 ishin prindrit, 2 ishin vajzat dhe 6 ishin vëllezër. Pra, edhe pas vdekjes së tyre, Abdyl Frashi i dëgjoi këshillat e baba Alushit dhe e mori familjen dhe vendosi në Janin. Dhe aty në Janin, pasaj si që dim të gjithë, vazhduan studimet në gjimnazin Zosimea të Janinës. Dhe ikën shpejt vitet dhe do të shikojmë Naimin kush bëhet. Do jetë autori 22 veprave madhore, nga të cilat 15 vepra i ka shkruajtur në gjuhën shqipe. Po kështu, do të shikojmë edhe Sami Frashin, i cili do të shkruaj 57 vepra dhe i botoj 57 vepra, ndërsa 11 vepra nuk arriti t'i botoj, po i la në dorëshkrim. Pra, kjo këshillë të madhit baba Alushi ishte me vend për vajtin e tyre në gjimnazin Zosimea të Janinës, ku dhe ata u lartësuan në kulturë dhe dhanë vepra me vlera për Shqipërinë. Por, në kohën që drejton dhe baba Alushi teqen e Frashit, janë me vlera të veçante 2 kuvende ndërkrahinore të vilajetit të Janinës. Kuvendi parë është mbajtur në 30 maj të vitit 1878, ndërsa kuvendi dytë është mbajtur në 23 qershor të vitit 1880. Në kuvendin e parë, po dhe kuvendi dytë, janë drejtuar nga Abdyl Frashi dhe mendimin e madhe të baba Alushit. Në kuvendin e parë, adhetarët që morën pjesë në këtë kuvend kërkuan mbledhjen e menjëhershme të lidhjes shqiptare të Prizrenit, e cila u mblodh pas disa ditësh, siç dihet më 10 qershor të vitit 1878. Madje ata caktuan edhe delegatët për në lidhjen shqiptare të Prizrenit nga trevat e Shqipërisë së Jugut. Ndërsa në kuvendin e dytë, e veçanta është, si thot Medi Frashi këtu,
se për herë të parë u hodhi ideja që të bashkohen 4 vilajetet në një vilajet të vetëm. Dhe këtë ide e hodhi Abdyl Frashëri. Gjithashtu Abdyli hodhi dhe ide në kuvendin e dytë të Frashërit që të formohet qeveria demokratike lidhje shqiptare të Prizrenit dhe kështu veprua. U formua kjo qeveri në janarin e vitit 1881 me kryeministër Edim Tegic, Ymer Prizrenin dhe me ministër të punëve të jashtme po e quajun të madhin Abdyl Frashëri. Pra janë të dy kuvendet me një rëndësi të madhe në shkallë kombëtare. Po, në teqen e Frashërit, në çdo periudhë ne kemi ngjarje madhore. Po cilësoj vetëm disa në vitet e shpalljes pavarësisë, nuk ka pasur qetë në Trevën e Përmetit, në Trevën e Kolonjës, të Sarandës dhe të Gjirokastërës që të mos ketë ardhur në Frashër. Kanë ardhur dhe kanë vepruar për pavarësinë e kombit shqiptar. Por e veçanta është se në Frashër në 12 tetor të vitit 1908 hapet dhe mësojnëtorja e parë shqipe, që është dhe shkolla e parë shqipe në Trevën e Përmetit. Dhe një rol të rëndësishëm në hapjen e shkollës ka dhe teqja e Frashërit. Ka qenë në atë kohë baba Bedini nga Backa e Skraparit, dhe në këtë drejtim, në fushën e arsimit, teqja udhikesh nga ideja e madhe Sami Frashërit, i cili ka thënë, në qoftë se duam të korim pas një viti, le të mbjellim misër dhe grur, por në qoftë se duam të korim pas një shekulli, le të ngrejmë shkolla. Dhe teqja i dha një rëndësi të madhe arsimit, jo vetëm në Frashër, po kudo në Shqipëri. Po dhe në vitet e luftës antifashiste nacional qimtare, teqja ka dhënë një kontribut të veçantë në mbarë Shqipërinë e Jugut, do thosha unë. Dhe ka dhe një gjë të veçantë. Në vitet 1922, 1924, në teqe, për disa ditë, po sidomos në vitin 1924, kemi 2 klerik të lartë, që nuk i gjejmë në teqet e tjera të Shqipërisë. Kemi baba Abazin, që më vonë në vitet 25-27 dohet kryegjysh botëror, kemi dhe atë Pais Vodicën ortodoks, që dhe kjo do jetë kryepeshkop. Pra, i kanë dhënë shumë luftës antifashiste. Bile, ka dhe një gjë tjetër të veçantë se në majin e vitit 1924 në teqen e Frashërit është vendosur dhe shtabi i përgjithshëm i ushtrisë antifashiste nacional shqiptare, kur ky shtab shkonte për në qytetin e Përmetit për të zhvilluar punimet Kongresi Historik i Përmetit. Për të mos vazhduar shumë edhe mbas çlirimit në sajt të baballarëve, po dhe në sajt të kryegjyshatës, është lartësuar atdetaria dhe bektashizmi si në teqen e Frashërit, ashtu dhe në teqen e Aliposivanit dhe po kështu dhe në teqen e Përmetit. Duke përfituar nga rasti se këtu është dhe kryegjyshi jonë botëror, mendoj që ashtu si që është me të drejt janë shpallur vëndet të mëdha pelegrinazhi, mali i Tomorit, apo Sari Saltëku mos gaboj mali të Krujës, apo Ballëm Sultani i Martaneshit, të shpallet edhe teqja e Frashërit, një vend pelegrinazhi në shkallë kombëtare. Dhe pse? Se teqja e Frashërit ka bërë në çdo kohë Shqipëri.
Ju falemnderit. Profesor Xenofon Krisafi, antari i Akademisë Shqiptare të Arteve dhe Shkencave, profesori së drejtës ndërkombëtare, paraqet për ju kumtesën Abdyl Frashri, arkitekt dhe shtetari i shtetit parë modern shqiptar. Profesor. Faleminderit profesor, të nderuar pranishëm, i nderuar Pavlomondi. Për ata që u krijoni të detyruar të improvizojmë diçka që nuk na jep kënaqësinë e dur, por sidoqoftë do përpiqemi që të themi ato që mendojmë se duhen thënë në një aktivitet të tillë. Ngjarjet e bujshme që përshkruan historinë shqiptare të gjysmës së dytë të shekullit të 19 përshkojnë ndër të tjera edhe nga protagonizmi i këtyre tre vëllezërve Frashëri në shtëpinë e cilën ne kemi ardhur sot, por në mënyrë të veçantë edhe nga protagonizmi i njërit prej tyre që ishte Abdyl Frash, i cili doli në krye të grupit të atletarëve spikatur shqiptar të asaj kohe dhe dha një kontribut të jashtëzakonshëm gjatë 23 vjetëve të jetës së tij, duke lënë pas një vepër madhore që mund të përkufizohet shteti i parë embrional modern shqiptar në proces formimi. Abdyl ishte dhe mbeti ndër më të mëdhenjtë të Shqipërisë së asaj kohe, atletar i flakt dhe personalitet poliedrik. Ai ushqua si udhëheqës, organizator, politikan, orator dhe si njohës i disa gjuhëve të huaja, edhe si një negociator dhe diplomat i talentuar. Sot, përvjetori i ditëlindjes Naim Frashit, përkon në kohë edhe me një tjetër ngjarje të rëndësishme, 145 vjetorin e mbajtjes së kuvendit të dytë të Frashërit, ngjarje e cila çoi mëtej procesin e shtetformimit të Shqipërisë asaj kohe, që kishte nisur në 10 qershor të vitit 1878 me themelimin e lidhjes shqiptare të Prizrenit dhe që vazhdoi dhe u ndërpre në 1881 kur Porta e Lartë mbyti në gjak lidhjen shqiptare të Prizrenit. Unë do të ndalem shkurtimisht tek një dokument i përgatitur asaj kohe nga bërthama drejtuese e lidhjes shqiptare të Prizrenit, pjesë përbërëse e cilës ishte edhe Abdyl Frashri, por që u redaktua përfundimisht nga një tjetër penë e artë dhe një patriot i madh që ishte Pashko Vasa. Në 13 qershor të vitit 1878, një grup qytetarësh shkodran i përcollën Lordit Beaconsfield, ministrit punëve të jashtme të Britanisë së Madhe të asaj kohe, një dokument që njihet në histori me emrin Përkujtesa e qytetarëve shkodran. Dhe gati 10 ditë më vonë, pagut europian. Idetë e këtij dokumenti të vlerësuara në optikën juridike çojnë në disa konkluzione të rëndësishme. Janë disa, po të qëndrojnë në 2 ose 3. Së pari, flitej për krijimin e një shteti shqiptar, fillimisht vasal, jo në varësinë e sultanit, siç është thënë gabimisht në disa raste, por në suzerenitetin e përbashkët të fuqive të mëdha, që do të ishte një suzerenitet sui generis, asnjëanës, i parrezikshëm, një farë kondominium. Së dyti, për shtetin vasal shqiptar, kërkoi statusi i neutralitetit të përhershëm në garancinë europiane, siç ishte vepruar me Zvicrën dhe Belgjikën. Shikoni se sa të mençur tregohen patriotët shqiptarë të asaj kohe. Kërkojnë natyrisht vasalitetin, sepse kushtet ishin jashtëzakonisht shumë të vështira dhe trembeshin nga ambicet ekspansioniste të fqinjve përreth, por këtë vasalitet e kërkojnë të mbrojtur nga suzereniteti jo i sultanit, po i fuqive të mëdha të asaj kohe, i koncertit evropian të fuqive të mëdha. Dhe pastaj me atë vizion e tyre të skajshëm, gjykojnë që kur vasaliteti të ketë mbaruar, shteti shqiptar të vendoset në neutralitetin e këtyre fuqive të mëdha. Dhe kërkojnë një neutralitet të prehershëm, një neutralitet të garantuar dhe garant të tyre, siç kishte ndodhur me Zvicrën dhe Belgjikën,
do duhet ishin 6 fuqitë e mëdha të asaj kohe. Patriotët shqiptarë të kohës, të lindjes shqiptare të Prizrenit, nuk qëndruan vetëm në këto deklarime, në këto shfaqje të dëshirash, por ju përveshën punës gjithë gjatë 3 vjetëve, përmes sakrificash, vështirësish, mundimesh të jashtëzakonshme, kontrolluan dhe ngritën në këmbë një shtet shqiptar që do ta quanim natyrisht me shumë kujdes shteti shqiptar në proces shtet formimi. Dhe dokumentat tregojnë që ky shtet shqiptar u ngrit. U ngrit natyrisht nuk ishte shteti shqiptar që kemi sot, nuk ishte shteti shqiptar si shtetet e tjera përreth, por ishte një përpjekje e jashtëzakonshme e shqiptarëve për të pasur dhe ata shtetin e tyre. Ky shtet kishte pushtete, kishte organe, kishte një pushtet legjislativ që ishte besuar Këshillit të Madh, një lloj parlamenti sui generis, të formuar nga deputet të zgjedhur nga të gjitha viset shqiptare, ishte një këshill i vogël me përbërje të kufizuar që përngjasonte me një lloj senati, që do të ishte kompetent edhe për emërimin e anëtarëve të gjykatës së lartë dhe të prokurorit të përgjithshëm. Pra, bëhet fjalë që ky shtet do duhet kishte gjykatës, prokuror, gjykatë të lartë dhe prokuror të përgjithshëm. E pati madje edhe kryetarin e gjykatës së lartë, dhe ai ishte kryetari i qeverisë, Haxhi Imer Narta, të cilit u ngarkua paralel edhe funksioni i kryetarit të gjykatës. Kishte qeveri me disa ministra, bëj fjalë për ekzistencën e 7 ministrave, nga të cilët përmenden me emër 3 prej tyre, dhe njëri ishte pikërisht Abdyl Frashëri, i cili u ngarkua me detyrën e ministrit të punëve të jashtme, dikush thotë edhe me detyrën e ministrit të brendshëm. Kishte gjithashtu ushtrin, kishte buxhetin, kishte gjyqësorin, kishte organet vendore e të tjera. Abdyl Frashi, për cilin unë e kam marrë fjalën, dhe siç e thanë dhe kolegët e mi, u prezantua jo vetëm tek shqiptarët, jo vetëm tek Perandoria Osmane, po tek shumë e shumë të tjerë, si një diplomat i talentuar. Ka 2 aktivitete shumë të rëndësishme që i atribuohen me shumë të drejtë Abdyl Frashit. Së pari, janë bisedimet që ai edhe Mehmet Ali Brioni zhvilluan me përfaqësues të shtetit grek në vitet 1877-1878. Janë disa takime të zhvilluara në Korfuz, në Janin, në Stamboll e tjera, në të cilat Abdyli bashkë si zëdhënës i aspiratave të lidhjes shqiptare të Prizrenit, i propozoi qeverisë greke krijimin e një bashkimi shqiptaro-grek në trajtën e një federate ose konfederate, të bashkimi personal ose të bashkimit real. Por që kjo nismë dhe kjo dëshirë e shqiptarëve të kësaj kohe nuk pati jehon, nuk pati jetë, për arsye se nga para greke u morë si një dobësi e shqiptarëve që do duhet shfrytëzoj për tyre për të zgjeruar territoret greke. Dhe aktiviteti i dytë shumë i rëndësishëm i ndërmarrë nga Abdyl Frashëri, po në këtë kohë dhe sërish me Mehmet Ali Brionin, ishte udhtimi që ai ndërmori në Europë në pranverën e vitit 1879, ku pati takime gati spektakolare nga pikpamja e nivelit të personaliteteve me të cilët ai u takua. Shkoi në Rom, u takua me kryeministrin dhe ministrin e jashtëm të Italisë. Shkoi në Paris, u takua me kryeministrin. Për botim është tjetër gjë, po këtu shkurt. Faleminderit. Shkoi në Paris, ku u takua me kryeministrin dhe ministrin e punëve të jashtme, shkoi në Londër ku u takua me ministrin e punëve të jashtme, dhe pastaj dorëzoi memorandume në disa prej kryeqyteteve të vendeve që vizitoi. Së fundi, shumë kush ndoshta edhe i entuziazmuar nga dëshira për të gjetur sa më shumë fakte dhe prova që tregojnë
se në këtë periudhë shqiptarët krijuan shtetin e vet modern, kanë egzageruar kuptimin e termave qeveri, ministri, parlament, ushtri, gjykata e tjera. Një prirje kjo e paqortueshme, por jo dhe aq realiste, sepse këto zhvillime ndodhin në një Shqipëri e cila juridikisht vazhdonte të ishte në sundimin osman dhe ku pushtuesi shekullor ishte i pranishëm kudo. Pra nuk mund të pritet pa rezerva për Shqipërinë e elitës shqiptare të Prizrenit si një formacion të mirëfill shtetëror, siç ishin shtetet e tjera. Megjithatë, ajo çka u arrit, këto çka përmendëm, përfaqësojnë një zhvillim të jashtëzakonshëm cilësor dhe sasior të lëvizjes kombëtare shqiptare, që afirmoi vendosmërinë e shqiptarëve për të shkëputur nga Turqia, për të kundërshtuar planet aneksioniste antishqiptare të fqinjve dhe për të patur shtetin e vet. Atë që Shqipëria e realizoi në 28 nëntor të vitit 1912, ngjarje e madhore, cilës ju shtua një tjetër ngjarje madhore më 17 shkurt të vitit 2008, shpallja e Kosovës, shtet i pavarur dhe sovran. Faleminderit. Tani, nuk e di është prishje radhe apo jo, po kam një amanet nga Xhevair Spahiu. Në fakt nuk më ka autorizuar, po unë amanetet i marrë edhe të pa autorizuara. Këto janë 3 vëllezrit Frashëri, është botuar në faqen e Xhevair Spahiut në Facebook dhe çuditërisht para një 3-4 ditësh kjo u shpalos dhe unë e printova këtë që janë vetëm 7 rreshta e gjysmë. Ka mundësi t'ja u brenda 1 minutë besoj dhe ka që mbyllun. Ilas, më ndihmon që. Këto fjalë Xhevair Spahiu i ka thënë në 2005 para 3 vëllezërve Frashëri. Ata i dhanë frymë Shqipërisë, kur Shqipëria po jep të frymën e fundit. Doja të akcentoja këtë babamon. Në vatrën frashëriote prushëroi një zjarr që do të ngrohet e damarët e ngrirë të jetës nën pushtim. Abdyli, Naimi, Samiu, farktuar zgjibin e madh. Si ishte zgjim i njeriu ai katonit shkret, po zgjim i përflakur dhe dramatik i një kombi të tërë. 3 vëllezër Frashëri janë 3 profet, vendlindja e tyre ishte dhe mbetet Meka dhe Jeruzalemi ynë. Ardhmëria do të ketë fytyrën e ëndrrës tyre. Xhevair Spahiu, faleminderit. Për nga bukuria e vargut dhe pastërtia e gjuhës së shkruar, gjatë viteve të shkollimit të gjithë e kemi konsideruar Naimin si një mësues. Dhe poeti, aktualisht poeti Luma Kolleshi, paraqet këtë gjë në kumtesin e tij Naim Frashi, mësuesi i madh i popullit të tij. Zoti Luma. Mësuesi i kombit. Të bëhesh mësues nuk qenë ka fort e lehtë. Duhet t'ja mbledhësh tër polenin diturisë. Një jetë të tërë duhet me pasqyrë në blet, e zëmrën ta kesh hambar të mirësisë. Por që të bëhesh mësues si një kombi, kur nata dhe dita janë veç errësirë, dhunëtit e ti duhet të ketë falur Zoti, e zëmrën ta tretësh një lloj siqërimi. Si çmerr nga dheu ëmbëlsi në rushi, një frashër ti marrësh fjalët e shqipes zjarë, të kesh gjithë bekimin nga baba Lushi, për lirin të bësh vargun dashuri dhe shpat. Pa lipse të mësosh gjuhët e gjithë botës, Homerin dhe Virgilin t'i shkrish në gjakun tënd, Romiun dhe Sadiun t'i vësh në krye të sofrës, se fylli shpirtit në çdo vrimë dhëmb. Të lëqitësh dritën dhe vetëm dritën, të njëjtën ëndër të shikosh me Voltairin dhe Rousseau, t'ja shkundësh me guxim kombit e rësirën dhe mamën ta më kosh ta kërkozojnë. Ti kthehesh historisë, të gjesh si Arkimedi pikën e mbështetjes të një Skënderbej.
ta sjellësh si perëndi të ndri vendi si pëllumb I shkruar të ridi në atë. Bashkë me Abdylin dhe Samiun, ti bëhesh kombitant një trini, të bashkosh me zëmër jugun dhe veriun, 3 vëllezër që kalojnë dhe vetë një akademi. Të mos kujdesesh as pak fare për veten, madje dhe tuberkulozit udhën t'ja lëshosh, se adeu kur s'duhet të tretet e për bashkim çdo dhimbje të durosh. Shqipërin na e lartove kur ende si shtevër, me vargu mbi vargjet lapidar, e drit në pretësi të derë dhe diell e hën, ti Shqipëri me ner me pemëri shqiptar. E pra, ti jesh mësues, nuk qënë ka fort e lehtë. Para teje, çdo titull presidenti mbetet anonim, të jesh mësues I kombit të shtrenjtë, duhet të kesh së paku 3 bare sa një naim. Bravo! Osto Osmani, në mendimin politik të vëllezërve Frashëri. Vjen fjalën e merr profesor Fatos Tarifa, sociolog, antar I Akademisë Shqiptare të Arteve dhe të Shkencave. Mirë, dita. Unë vi për herë të parë në Frashër, edhe nuk ishte rrugë e lehtë, madje edhe rrezikuam pak. Por me çpash edhe me çnjohur nga historia, di të them që Frashëri është një pasuri e madhe kombëtare. Kushton kaq shumë për këtë kom, për historinë tonë, sa që kostoja e çdo rrugë që mund të bëj do të ishte fare e lirë. Është një pasuri shumë e madhe se çdo shpenzim që mund të bëj. Unë do të flisja për më të voglin e vëllezërve Frashëri, Samiun. Mirë po, profesor Milo ma bëri të lehtë punën, sepse dhe I foli po për të madje në ato linje që kisha menduar të flisja dhe unë, që si e përfituronte Samiu të ardhe në Shqipërish post Osmanit, pra pas të shqiroj nga robëria turke. Dhe baza e mendimet me do të ishte lebra e tij Shqipëria ka qenë çështje çdo tjetër, që të bëhet. Ai libër që ky I ri, kur ishte student, më ka tërhequr shumë, është bërë me kohë një subjekt mendimesh dhe dizertacioni I parë në Tiranë kujtohet ka qenë pikërisht për mendimin politik shqiptar në dekadën e parë të shekullit 20, frymëzuar nga filozofia e Sami Frashërit dhe nga botimi I tij. Kështu që nuk do dua të përsëris çfarë tha profesor Miloja, duhet të theksoj veçanërisht faktin që Shqipëria e ardhshme, që Samiu përfiloroi, ishte një Shqipëri evropiane, I solli idenë e formës përfaqësuese të qeverisë, pra jo vetëm një vend I pavarur, por një qeveri që duhet ngjante kom të qeverive evropiane në atë kohë, sepse revolucioni francez, revolucioni amerikan kishin bërë një hon të thellë. Edhe Samiu si njeri shumë I ditur, si një shtetar I lartë në Imperatorinë Osmane, por njeri me një të thella historike, e përfituronte Shqipërinë e një vend si se tim të lullzuar të Vegacia dhe Zvicra në atë kohë. Por më lejoni shkurt të them 2 gjëra. Në historinë 3000 vjeçare që të pak unë njoh, aq sa njoh. Nuk di një rast tjetër që një vend I madh apo I vogël, një qytet I madh apo I vogël, një fshat, një shtëpi, si kjo që e kam mbledhur, të ketë nxjerr 3 djem, 3 vëllezër kaq të shquar sa ata. Vërtet gjermanët e thashë edhe më parë kishin vëllezërit Grimm, amerikanët vëllezërit Wright që shpiken avioni dhe fluturuan për herë të parë, në gjysmën e 2 të shekullit të 20, vëllezërit Kennedy, John, Bob edhe Ten. Ne shqiptarë kemi 3 vëllezërit Frashëri, më të shquarit e këtij kombi. Dhe të nxjerrë një familje, një shtëpi, është një gjë që historia nuk e njeh si tillë. Prandaj edhe çdo vlerësim që më bërta dhe çdo nderim që më bërta, jo vetëm është I merituar, por është edhe u mbetet borxh vlerës që ata kanë. Dhe të mendosh që rrojtën kaq pak. Të 3 unë dal nga jeta në moshë 53-54 vjeçare. Kulmi I pjekurisë njerëzore. Gjithmonë mendoj çfarë do të kishte ndodhur nëse në ndorë të 2012-s krahas Ismail Qemalit në atë balkon do të ishte edhe Samiu, kishte ndarë nga jeta 8 vjet më parë. Apo Naimi që ishte ndarë 12 vjet më parë nga jeta, po dhe Abdyl që ishte më I madh I tyre.
ti kishe këta njerëz për kraj me Qemalit. Çfarë programi madhështor do të kishin ata së bashku për zhvillimin e këtij kombi dhe të shtetit që sapo ishte krijuar. Kështu që vlerat e tyre janë të tilla që unë nuk them Meka, nuk them shëbëndet e shenjta, por them është një nder i madh për të kom që krijoi mendje kaq të ndritura, të cilat edhe sot na frymëzojnë. Një javë si sot më duket në 1 qershor, Samiu do të festonte 175 vjetorin e ditëlindjes së tij, duhet prapë ta kujtojmë. Ndahem me atë ide që botimi i akademisë për këtë sesion që po mbahet sot me kumtesa e tij duhet të jetë vërtet një gjë e bukur, një gjë e mirë dhe një material që mund të shfrytëzohet sidomos me drejtë shkollat të mesme, të cilët sot dinë shumë pak për historinë tonë kombëtare, historinë e rilindjes, historinë e regjistrisë, historinë politike të Shqipërisë. Ju falenderit. Të shquarit për të shquarit. Recep Qosja për veprën e Naim Frashërit. I shquar në Kosovë, poeti ynë Agim Vinca, antar i Akademisë Shqiptare të Arteve dhe Shkencave. Jam edhe studius, por s'ka rëndësi. Nderuar Baba Mend, nderuar profesor Luka, të nderuar miq dhe kolegë. Më falni të nxjerr syze. Më vjen mirë që jemi mbledhur sot këtu në Frashë për të folur për veprën e pavdekshme të vëllezërve Frashë. Unë që vi nga Prishtina, qytet që Naimi nuk harronte ta përmendte, sikurse edhe Prizenin, Pejën, Gjakovën, Shkupin, Dibrën, Tetovën e Ulqinin, tek përvijante poetikisht hartën etnike të atëheut të Baktie Bujqësia. Njësoj vepronte edhe Samiu të Shqipëria. Pra, unë që vi nga Prishtina, sot kryeqytet i shtetit të dytë shqiptar në Ballkan, do t'i them 2 fjalë për studimet e studiosit të shquar të letërsisë shqipe, akademikut Recep Qosja, për veprën e poetit tonë kombëtar. Për arsye objektive, do ta shkurtoj kontesën të cilën e kam konceptuar si një tërësi edhe stilistikisht. Kam bërë 500 km rrugë për ta, edhe 500 në këthim. Interesimi i Recep Qosjes si studius i letërsisë për veprën e Naim Frashërit është i hershëm dhe fillon që nga vepra e tij e parë kritike e botuar në vitin e largët 1967, një libër i hallë me titull Epizode letrare. Ishte libri i parë me kritika i botuar në Prishtinë. Vazhdonte libri i dytë, Dialog me shkrimtarët, 68, te libri i tretë, Kritika letrare, 69, dhe arrin një shkallë më të lartë, si për nga pikpamja e gjerësisë së shikimit të veprës së Naimit, ashtu edhe cilësisë të vepra Historia e letërsisë shqipe në 3 vëllime, botuar në Prishtinë vitet 1982-1984, ku studiosi Recep Qosja i kushton veprës së Naim Frashërit mbi 100 faqe tekst, analizë, sintezë. Ai përveç interpretimit të ideve të përmbajtjeve të vlerave gjuhësore, estetike e tjera, merret edhe me ato që teoricianët modern të letërsisë quajnë receptim, me ndikimin e veprës së Naim Frashërit te lexuesit shqiptar. Por, kurora e punës studimore të profesor Qosjes për Naim Frashërin është padyshim monografia Porosia e Madhe, vepër me një vëllim prej 600 faqesh dhe me një tirazh prej 5.000 kopjesh, që doli te redaksia e botimeve Rilindja e Prishtinës
në vitin 1986. E botuar gati 20 vjet më parë, vepra Porosia e Madhe mbetet e pashmangshme dhe edhe e pakalueshme në studimet nehemiane. Dojmos, ajo është vepër e historianit letërsisë, që letërsinë kombëtare dhe veçanërisht atë të romantizmit e ka fushë të specializimit dhe vepër e intelektualit të mishëruar me vlerat shpirtërore të popullit të vet, ku vepra e Naimit zë vend krye të vend. Tani, në vështrimin e Recep Qosjes, Naim Frashëri është shkrimtar vepra të cilit ka, përveç vlerës letrare dhe gjuhësore, edhe peshë të madhe, etike, edukative, arsimare, pedagogjike. Është vepër e njeriu që ka luajtur rol të madh në kapërcimin në ndasive fetare, krahinore, dialektore apo edhe ideologjike. Duke qenë krijues që ngrihet përmbi këto kufizime, Naimi është, sipas Qosjes, shkrimtar i një rëndësie mbi ideologjike dhe mbi politike, që do të thotë shkrimtar i të gjithë shqiptarëve, i të gjithë shqiptarëve të të gjitha kohëve dhe të gjitha trevave. Për autorin e Porosisë së Madhe, Naimi është jo vetëm poeti dorës së parë, poeti më i madh i rinjve kombëtare, por edhe pedagog, filozof, shkencëtar, mësues, veprimtar, adhetar dhe humanist e madh. E shkruar me dashuri dhe adhurim për veprën dhe shembulltyrën e poetit apostull, Porosia e Madhe është një vepër që bën jetë shkrimin krijues të Naimit, në krijimtarinë të cilit, sipas Qosjes, sintetizohen prirjet letrare, gjuhësore, ideore, stilistike të gjuhës, të letërsisë dhe të kulturës shqiptare. Si e tillë, kjo vepër mbetet një zgjedhje e monografisë shkencore për veprën tërësore të një shkrimtari. Roli Naim Frashërit, përfundoj, në letërsinë dhe kulturën shqiptare është pak a shumë i ngjashëm me atë të bardhëve nacional në vendet e tjera evropiane dhe ballkanike. Çfarë janë, fjala vjen, Hugoi në Francë, Bajrami në Angli, Pushkini në Rusi, Leopardi në Itali, Mickiewicz në Poloni, Eminescu në Romani, Pallamasi në Greqi e të tjerë. Por në kushte specifike shqiptare, ku poeti është i detyruar të bëjë pos vjershave dhe poemave edhe tekste shkollore dhe madje të kërkoj leje për hapjen e shkollës së parë shqipe. Vepra dhe idetë e Naim Frashërit, si kurse edhe ato të vëllezërve të tij, enciklopedistit Sami Frashëri dhe ideologut Abdyl Frashëri, janë shprehje e aspiratave të kohës kur jetuan e krijuan e vepruan, pra shprehje e aspiratave liridashëse dhe qytetëruese të epokës së tyre, gjysmës së dytë të shekullit të 19, por ato janë edhe një nxitje e madhe për të ardhmen dhe si të tilla vazhdojnë të jenë të gjalla e frymëzuese. Rëndësia e tyre bëhet edhe më e madhe për mendimin tim sot, kur në botën shqiptare, mjerisht, si pasojë rrethanave të reja politike e shoqërore, por edhe proceseve globale në botë, janë rishfaqur tendenca dhe dukuri që do të psojnë kohezionin shpirtëror të shqiptarëve si kom. Dhe në fund edhe diçka. Frashëri, ky fshat me natyrë fantastike dhe me histori të lavdishme, që i dha kombit 3 njerëz të mëdhenj të kohës së vet dhe 3 profet të së ardhmes, duhet të jetë, siç u tha tashmë pësojse nga të gjithë, vend pelegrinazhi për shqiptarët, që vendindja e vëllezërve Frashëri, këtyre 3 korifenjve të gjuhës, të letërsisë dhe të kulturës shqiptare, por edhe të mendimit politik shqiptar, të bëhet e tillë, duhet pos veprimtarive intelektuale, si kjo e sotja, edhe mbështetje institucionale. Shkurt e shqip,
që ky fshat qytet, si e quante Samiu Frashërin të enciklopedia e tij, dikur i banuar cep më cep, kurse sot mjerisht i zbrazët, meriton vëmendje më të madhe të institucioneve shtetërore. Në ditëlindjen e poetit që shkroi vargun lapidar, ti Shqipëri më jep nder, më jep emrin shqiptar, dhe që iku në amshim 125 vjet më parë, Frashëri thërret për ndihmë. Duhet dëgjuar ky zë jetik. Faleminderit. Pasionant për veprat madhore kombëtare, profesor Xhevat Lloshi, antar i Akademisë Shqiptare të Arteve dhe Shkencave, flet lidhur me botimin e veprës së plot të Sami Frashërit. Faleminderit. Tani jemi në fund, prandaj do më lejoni të flas fare shkurt. Më 2004 bëheshin 100 vjet nga vdekja e Sami Frashërit. Bashkë me Adnan Ismailin, që është drejtori i shtëpisë botuese Logos A në Shkup, vendosëm që të bëjmë një botim të veprave të Sami Frashërit. Dhe kemi bërë një punë të madhe dhe botuam në 2004 20 vëllime të Sami Frashërit. U bërë 20 vëllime sepse i ndamën në libra të veçantë. Kaluan tash shumë vjet dhe atëherë vendosëm të bëjmë diçka tjetër. Jo të marrim libra të veçantë veje, por të bëjmë një botim në të cilin veprat e Samiut të grumbullohen në mënyrë tematike. Dhe për këtë arsye kemi bërë 7 vëllime. Mbaj një minutë këtë? Po ju tregoj vetëm një vëllim, janë 7. Ky është botimi, Sami Frashëri, si që shkoni, Sami Frashëri vepra. Janë 7 vëllime. Nuk do t'ju zgjatëm, po mund flas si që shkoni sa të doni, se janë 7 vëllime, po do t'u them vetëm diçka. Kemi botuar gjëra krejt të reja që nuk i ka pas njohur lexuesi shqiptar. Për shembull, të gjitha e kanë ditur deri vitet e fundit, kanë folur për një dramë të Sami Frashërit. Ka pasur deri tani njohuri për një dramë të Sami Frashërit. Ne kemi botuar 4 drama të Sami Frashërit të përkthyera shqip. Po marrim fjalët e urta të Sami Frashërit. Deri tani ka qenë një botim i Zhyber Bakiut, kanë qenë disa vetëm 1700 fjalë të urta. Tashi kemi bërë për kthimin e tyre të plot. Janë 3000. Kemi botimin e artikujve të Sami Frashërit. Këtu për shembull, nuk u tha, duhet ta dini, nuk është thjesht enciklopedi Samiu. Samiu ka qenë një nga njerëzit më të rëndësishëm të lidhjes shqiptare të Prizrenit dhe një nga dokumentet themelore të lidhjes së Prizrenit është shkruar nga Samiu. Ishte drejtues i shumë organeve, kemi përmbledhur tash mjaft artikuj të tij që nuk i ishin përpara, por do t'ju them të gjë, ishte Samiu që lidhjen shqiptare të Prizrenit në Stamboll, në qendrën e Stambollit, e botonte për ngjarjet e saj, për koncepte të tjera, dhe është një vëllim i tërë me artikujt e tij tani, që të shkoni se si Sami Frashëri ka qenë figurë qendrore për lidhjen shqiptare të Prizrenit në nivel ndërkombëtar. Do t'i lëm të gjitha këto, kur të keni mundësi, unë këtë botim e kam sjell zotit Tomo Aku është. Nuk do t'ja dhuroj që ta keni, dhe do t'u them vetëm për një çështje, se një çështje të dëshiroj t'ja them, sepse është shumë e rëndësishme. Përse eshtrat e Samiut nuk janë në Shqipëri? Është një problem madhor. Një studius turk ka bërë një libër, është libri më i mirë që ka ekzistuar përpara, se sa të bëjë librin që kanë botuar vjetë.
dhe është përpjekur të vërtetoj që manifesti i rilinjës kombëtare, libri i Samiut, nuk e ka shkruar Samiu. Sepse e vërteta është që Samiu e ka botuar librin pa emrin e tij. Dhe ka edhe studius shqiptar, për arsye krejt tjera, kanë shkruar që librin nuk e ka bërë Samiu. Cili është problemi? Librin e ka bërë Samiu. Unë vjetë kam botuar një libër, gati 400 faqe, në të cilin e kam vërtetuar që librin e ka bërë Samiu. Nuk po zgjatëm ju thash, po pranojnë fjalën tim me kështu siç po e them. Tani, çfarë ka ndodhur? Ne duhet të pranojmë një koncept tjetër, i cili sigurisht për arsye krejt tjera në ideologjinë tonë nuk ka qenë. Duhet të pranojmë që identiteti kulturor i një njeriu mund mos jetë një. Atëre, ne do të themi që Sami Frashëri është gjithashtu pjesë e identitetit kulturor të Turqisë. Dhe kjo është arsye që nuk na i sillin. Por si pajtohen këto dy gjëra? Pajtohen në mënyrë shumë interesante. Ashtu siç mendonte për Shqipërinë, Samiu mendonte dhe për perandrinë osmane. Dhe ashtu siç mendonte për gjuhën osmane dhe turke, ashtu mendonte dhe për gjuhën shqipe. Do thoni ju si ishte mundur? Është mundur sepse Samiu nuk donte që të vazhdonte perandoria osmane. Samiu nuk donte që të vazhdonte gjuha osmane. Dhe ashtu siç nuk donte për këto, donte gjithashtu po të njëjtën gjë, Shqipëria të mos ishte në perandorinë osmane dhe gjuha shqipe të zhvillohej po ashtu si gjuha osmane, si gjuha turke, duke mjanuar osmane. Prandaj mund të duket e çuditshme se si Samiu thoshte, gjuha jon amtare turqishtja. E ka shumë herë në shkrimet e tij. Atëherë ne do pranojmë që Samiu ka qenë një përfaqësues i jashtëzakonshëm i kulturës shqiptare dhe i kulturës osmane. Për shembull, nga pikpamja e gjuhës, se kam studiuar në mënyrë të hollësishme, ishte kundër osmanishtes, sepse osmanishtja nuk është gjuha turke. Osmanishtja është një gjuhë siç është latinishtja kundrejt italishtes. Dhe ai siç Dante për shembull kërkoi që të hiqet latinishtja dhe të shkruhet poezia italiane në gjuhën italiane, po kështu kërkonte edhe për turqishtën. Ka bërë studime të hollësishme. Në këto rrethana po e mbyll që të mos ju zgjat. Atëherë, ne do të pranojmë që kemi një personalitet i cili nga pikpamja kulturore ka dy kultura. Është përfaqësues i dy kulturave. Kam botuar një përkthim të një libri shumë të rëndësishëm, Orientalizmi, një autori shumë të rëndësishëm amerikan, i cili ka studiuar gjithësisht të gjë. Nuk duhet të ndihet sikur prania e identitetit kulturor të dy fiqë të Samiu është një tipar negativ i tij, përkundrazi. Është një tipar shumë i rëndësishëm i tij, i cili është tipar më modern në botën e sotme. Samiu ka qenë modern 150 vjet përpara, i ka dhënë këtë kontribut të jashtëzakonshëm Shqipërisë dhe njëkohësisht Turqisë. Jo perandorisë osmane, Turqisë. Dhe prandaj në këtë mënyrë do ta kuptoni Samiu pse nuk na japin turqit. Nuk na japin sepse është pjesë. Jo, nuk e marrin. Nuk e lëshojnë ata. Do ta marrin. Si të do shikosh? Mirë, unë pranoj që ka gjëra zhvillime të reja, jam dakord, po flas për atë që është deri sot. Samiu ynë është një njeri nga më të mëdhenjtë i perandorisë osmane, i Ballkanit dhe i Shqipërisë dhe sigurisht edhe i Frashërit. Dhe prandaj vim të Frashërit. Vlerat që profesor Bunda e jep të këtij aktiviteti në diskutimet që kemi bërë, në kontestin e tij do përqendrohet tek Frashëri, qendër e madhe e pelegrinazhit turistik dhe kulturor, me syrin e organizatorit dhe penën e ekonomistit, apo lapsin e ekonomistit. Profesor i nderuar, antar i Akademisë së Shkencave, do të them dy fjalë mirënjohje për organizimin e këtij aktiviteti. Është merit totalisht
e kryetarit të Akademisë Shqiptare të Arteve dhe të Shkencave, profesor Rukës, këmbgulja e tij që u bë këtu në Frashër dhe mbështetja e gjithë anëtarëve Akademisë në mënyrë të veçantë atyre që sot janë prezent. Sigurisht që këtu kishte hapësirë edhe për diskutime të tjera. Një profesor nga Kosova kishte përgatitur një diskutim, po që sot nuk do ta mbaj dot. Ne e kemi marrë në konsiderat dhe do ta botojmë në versionin e plotë. Unë si diskutant i fundit do nga 10 minuta që kishim parashikuar do flas vetëm 2 minuta dhe pastaj do ftoj profesor Maren Glenin për të bërë konkluzionet e kësaj konference. Frashëri ka në mënyrë të padiskutueshme vlera të mëdha në këndvështrimin turistik. Para 3 vjetësh, unë kam botuar një artikull 100 fshatrat turistike pa kryefshatin Frashër. Dhe ka patur reagime të jashtëzakonshme. Madhe, për kombin shqiptar, për gjuhën, ata kanë qenë të unifikuar në këtë qëndrime. Por, në mënyrë të veçantë, Frashëri ka vlera të mëdha turistike për shkak të pozicionit që ka. Kam lexuar para pak kohësh një libër për Selanikun, qyteti i fantazmave, shkruar nga një autor hebre, i cili thotë që Frashëri, unë jam çuditur vetë për e gjeta, Frashëri ka qenë rezidenca turistike e njerëzve të pasur, tregtarë dhe me ofiqet e larta politike. Pra, që para 150 vjetësh. Së dyti, më lejoni t'ju them, nga burimet që kam gjetur, që Frashëri është konsideruar një kryqëzim i madh i karavaneve të mëdha që vinin nga jugu drejt veriut, pra nga Selaniku dhe Anina drejt Beratit dhe Mëtutje, dhe i një itinerari tjetër përsëri tregtarëve dhe karavaneve që vinin nga Voskopoja dhe Korça drejt Kërcyrës dhe Gjirokastrit. Pra po të shikosh në këndvështrimin turistik. Po ti referohesh për kufizimeve që bën organizata botërore e turizmit, unë nuk do t'ju lodh, ka 8 kritere se si një qendër mund të konsiderohet si qendër pelegrinazhi turistik. Unë nuk do t'ju lodh. Në këndvështrimin natyror jeni dakord me mua, në këndvështrimin mjedisor jeni dakord me mua, në këndvështrimin patriotik jeni dakord me mua, në këndvështrimin fetar që është absolutisht dakord i gjithë, në këndvështrimin kulturor është ajo që nuk u tha, në këndvështrimin e traditës është ajo që nuk u tha, që nuk e themi dot këtu, po ju kujtoj vetëm një gjë. Bashkimi Evropian financon çdo vit 2.4 miliard euro për ato që quhen itineraret e udhëtimit. Bashkimi Evropian ka bërë ofertë që vendet anëtare dhe vendet kandidate të propozojnë projekte për itinerare të tjera tipike lokale ose europiane. Unë po ju them që itineraret e kostumeve popullore të Shqipërisë janë me vlerë të jashtëzakonshme të pa eksploruara. Janë hapur vetëm 2 qendra të vogla, njëra në Berat dhe njëra në Tiranë, ajo që quhet Albania Night, që kanë jashtëzakonisht flukse të paparaturistike, nuk gjen bileta, se tani e kanë kthyer në aktivitet biznes. Itinerare të dollis po doni, itinerare të mikpritjes po doni. Para pak ditësh, dhe me këtë po e mbyll se s'dua t'ju lodh, megjithë që unë nga për shkak të profesionit, unë jam i prafërt me profesionin e Naimit, sepse Naimin ju po e trajtoni për atë magji poetike që kishte edhe si shkrimtar, po Naimi ishte edhe financier, nuk e di nëse e dini, ka punuar si doganier në doganën e Sarandës. Kështu që në këtë këndvështrim unë e shoh veten në të njëjtin profesion me Naimin. E pra, unë them që Frashëri i ka dhe kryeqendra, vlerat dhe të gjitha kapacitetet turistike dhe kryefjala e të gjitha këtyre diskutimeve që bëjmë është rruga. Jo thjesht rruga që vjen nga Piskova në Frashër, por unë ka bërë detyrën e lartë të Ministrit të Turizmit, rruga që duhet vi nga Piskova në Frashër, të shkojë në Orgoc, të dalë në Luaras, të bashkohet me rrugën e Kolonjës dhe të Korçës.
nuk është më shumë se 49 km. Kjo rrugë duhet të kryqëzohet me një kryqëzim tjetër, që niset nga Ambulli, që ngjitet në Malind, që bashkon gjithë zonën e malit të Miçalit edhe të Qeshibesit, që vjen këtu në Frashën dhe që del në kanionet e Langaricës. Nuk po ju lodh, në kundërshtrimin profesional e kam studiuar dhe them që Frashëri e meriton të jetë një qendër e madhe e pelegrinazhit edhe turistik edhe kulturor. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe do të ftoj profesor Marenglenin që bashkarisht të themi edhe një minutë tjetër për konkluzionet e këtij aktiviteti. Profesor. Profesor, unë filloj edhe po ju jap ju fjalën. Unë mendoj që mesazhi që jep Akademia Shqiptare e Arteve dhe Shkencave është një çështje e madhe e reflektimit tonë shpirtëror dhe intelektual. Dhe ky reflektim është sipas meje reflektim i njerëzve tek të cilët dominon idealizmi dhe patriotizmi. Të gjithë këta referuesit e sotëm, unë i shoh aq idealist sa që kanë qenë të tre vëllezërit Frash. Të nderuar pjesëmarrës, miqtë të Akademisë Shqiptare të Arteve dhe Shkencave, në Frashën e Përmetit prekëm sot një pjesë të zemrës apo nervit të identitetit patriotik e kulturor të shqiptarëve. Frashërin e kolosëve të atletarisë shqiptare në gjirin e kainës njohur të Përmetit, përmendur si bastioni i dashurisë, patriotizmit, kulturës, artit e këngës. Falenderojmë të gjithë pjesëmarrësit, dinjetarit të zgjedhur dhe autoritetet qeverisjes vendore të pranishëm, përfaqësuesit të artit dhe të kulturës dhe asaj tradicionale të qytetit, bashkëpunëtorët tanë, të gjithë që bashkuan me ne në këtë forum të spikatër, në kuptimin e personaliteteve kuptues të shquar të Akademisë që morën pjesë, rëndësisë së çështjes si dhe ndikimit që presim të ketë në ndryshime rrënjësore në ripërtëritjen e Frashërit dhe kthimin e tij në një qendër me rëndësi kombëtare pelegrinazhi për popullin tonë dhe turistë huaj. Një falënderim i sinqert dhe i fuqishëm shkon në emër të Akademisë për lektorët tanë të mrekullueshëm, personalitetet të shquar në shkencë, profesor Ruka, profesor Milo, profesor Xhufi, profesor Tarifa, profesor Vinca, profesor Krisafi, profesor Bundo, profesor Xhevatloshi dhe mjeshtin e madh Kastriot Bezati e poetin e shkrimtarit Lumi Kolleshi. Profesor Bundo ishte organizatori i shkëlqyer i këtij aktiviteti me shumë vlerë. Uroj së fundi nga zemra së bashku me ju të gjithë prosperitetin e zonës, dhe artësimin e Frashërit dhe lulëzimin e Përmetit. Ju falenderoj. Unë dua një fjalë vetëm. Ju falenderit për dashurinë që na keni dhënë sot në këtë aktivitet. Dhe sipas meje, dashuri dhurojnë vetëm njerëzit që kanë dashuri. Ndaj në shenjë dashurie, respekti, mirënjohje dhe kujtimi të bëjmë një fotografi të gjithë përpara tre busteve të vëllezërve Frashë. Ne kemi 2 minuta për një lutem. Jo, konferencën. Antarëve të Akademisë, ju lutem të mbihemi dhe për një fotografi si Brapa. Akademia në thesarin e vet, një fotografi